Ju përshëndes të gjithëve, shok, dashamir e të afër edhe të gjithë ju që më ndiqni nga Facebooku. Ndoshta u bezdis në tregimin e vërtet në fushën e bletarisë, por mendoj që është i domosdoshëm të themi të vërtetën. Për arsye se në rrjetet sociale diskutojmë disa herë, kemi mjaltë, blete, qumësh blete, por me thonë drejt, që secili e di vetë se si është qumshti i bletës dhe prodhimet e bletës. Me thonë drejt, kam këto ditë që po shoh në rrjetet sociale që përdorim qumësh blete, por qumshti i bletës është i domosdoshëm të përdoret në kohë dimri, por të ruaj imunitetin. Por bazë kryesore duhet të kemi marrim qumësh blete. Të marrim qumësh blete, baza kryesore do të shikojmë si është ambalazhuar. Po që se qumshti i bletës është ambalazhuar me shishe të zeza dhe qelçi, atëherës duhet të ndalomi. Po që se ato janë të ambalazhuar me plastik, shishe plastike apo sheringa plastike, mendoj që aty ka vend për kritika dhe nuk janë e domosdoshme të jetë qumësht, për mendimin tim, qumësht i mirë. Prandaj, zgjidhni aty ku ka qumësht blete të vërtet dhe aty ku shikoni se jeni mirë. Prandaj, edhe polenia baza kryesore në fushën e bletarisë dhe njeriu. Po nuk patëm polen, nuk kemi bletari, nuk kemi zogj, nuk na rritet të bleta e vogël, zogjet e bletës nuk rriten pa polen. Prandaj të rritet poleni, aq imunitet ka poleni sa që të jep imunitet jashtëzakonshëm. Rritet zogj bazë kryesore në fushën e bletarisë. Po konsumi i qumshtit i polenit duhet bëhet o me çaj të ftohtë ose me kos, në kos dhe me një lugë dhe e përzije, siç është edhe qumshti i bletës. Ku bazohemi ne me qumshtin e bletës që është i mirë dhe kemi është shumë të jep shumë imunitet. Ndoshta se qumshti i zakonshëm ke bleta i zogjeve të bletës, bletët rrojnë 35 deri në 40 ditë, kurse qumshti që rritet ky qumësh që është qumësh mame, rrit mamën për 6-7 vjet. Aq imunitet i jep mamës saqë për 7-8 vjet ajo jeton me këtë qumësh që rritet në 5-16 ditë jetës vet. Prandaj do të keni parasysh se është megjithëse qumshti është i domosdoshëm ke njeriu, të jep shumë imunitet, të jep gjitha llojet e vitaminës dhe të gjithë ato që nuk ndihen mirë në përdorimin e qumshtit të bletës, duhet të kenë parasysh se kanë probleme nga më të ndryshmet, por qumshti i bletës do të fillojë t'u japë imunitet të jashtëzakonshëm, patjetër është e padiskutueshme. Prandaj, me nderim e respekt, ju përshëndet Arjan Zogu, ndoshta u bezdis, por unë një bletar mirë duhet të jap të tregoj të vërtetën. Prandaj çdo prodhim që merrni duhet të poni kontakt me bletrici dhe të shkoni në vendin ku është qumshti i bletës, mjalti dhe poleni. Mos shkoni merrni të produktet e bletës në rrugë. Ju përshëndes.